është ndodhë në gjithë Arabin, ku janë shtetet muslimane kryesisht, një ndryshim ose ma mirë themi një fluks i madh i investimeve, kryesisht në turizmin bregdetar, të marrë parasysh që edhe atje 8 muaj janë verë, mos më shumë, varësisht prej vendit. Të marrim shembull Arabin Saudite. Është u bo një investim rreth $250 miliard në turizmin bregdetar, në detin e Kuq. Të e marrë parasysh që Arabia Saudite është një shtet musliman, atje ekziston një kod i veshjes, që bashkë qysh dush nuk mënet me dalë. Në anën tjetër, të e marrë parasysh që ka mu bo turizmi bregdetar, atje ka me pas gra edhe vajza, themi kështu në bikini, ose burra dhe djem, që kanë me qenë shorts, ose ma mirë themi kanë me qenë shumë zbulun. Me sa e dion, feja nuk e lejon këto. A ka me qenë, a është kjo një modernizim, a është një kompromis mes fejse dhe biznesit, apo është të ndodhë një hipokrizi për shejkët arab që kanë pare, dojnë më bo ma shumë pare. Si e she? Mendoj që është çështje interesante dhe ja vlen me më diskutu dhe është aktuale dhe besoj që i preokupon njerëzit. Na jena duke do të thotë periudhën e fundit është një tendencë modernizimit, do shta me thonë, të skajshëm në disa vendet caktuar, me mesin e tyne edhe shtetin cilën ju e potencut. Mendoj që çështjen do të me trajtu ndoshta për një aspekti tjetër, ose po e filloj prej ato ku e përfundove ti ku dhe që është një lloj kompromisi mes. Unë mendoj që feja nuk ban kompromis me parimet e veta, ajo që është parimore, mbetet parimore, mirë po feja nuk është ngurt, edhe Muhamedi a.s. ka thonë që çdo 100 vite i madhi Zot të dërgon dikan i cili e ripërtrin bot kuptimin për fenë. Do me thonë, qysh ka pas ndryshime gjatë fesë, prej ma herët dhe tash? Ndryshimi ose reformimi cili mundet me ndodh është rreth konceptit, rreth qasjes, rreth kuptimit për jetëmi, po ju në çështjet parimore të fesë. Edhe kjo mbetet e gjanat parimore të fesë mbeten të pandryshuara. Mirë po, çka mundet njeriu mundet me avancu me për shembull me avancimin e teknologjisë, me avancimin e kohës. Tash sa i përket për shembull me i trajtu ndarazi, për shembull çështja e turizmit, parimisht nuk është të ndalueshme me pas turizëm, edhe njeriu ka nevojë, edhe trupi njeriu ka nevojë edhe për relaksim, edhe për rrezë diellit, edhe për kripen e detit, edhe është shumë normale kjo. Mirë po, shumë gjana janë në esencë ose në parim janë të lejueshme, mirë po aspekti ndalesës rrjedh prej mënyrës që na i shfrytëzojnë ose mënyrës që e organizojnë në diçka të tillë. Tash parimisht nuk ka kur gjë të keqe shteti mu modernizu, me bë infrastrukturë të mirë, me bë kushte të mira, me bë resurse të mira, me pas. Mirë po, çka ish dasht me pas, më rujt një lloj kodi etik, edhe mendoj që atë kod etik do të thotë feja i kushton. Feja nuk është imponues, edhe nuk ka dhunë fe, mirë po feja për shembull i vendos disa kritere të cilat do të më qenë. Çka mendoj për shembull në çka lejon feja, për shembull Islami nuk ndërhyn çështjet estetike. Për shembull Islami nuk përcakton ngjyra. Islami nuk përcakton shije, se shijet i përcakton çdo komunitet, çdo vend, çdo shoqëri. Islami përcakton kritere. Për shembull tek veshja e gruas për shembull, ose tek veshja në përgjithësi. Islami tek veshja vendos 3 kritere. Mos me qenë e shkurt, mos me qenë e ngushtë, mos me qenë të i dukshme.
Ta çdo veshje e cila nuk intereson a është ngjyra e zezë, ato shija. Ty unë pëlqen ngjyra e bardhë, pëlqen ajo është shija. Mirë, po Islami vendos kritere, pastaj mbas ty në kritere na e përzgjedhim shijen e gjithë secilit prej nesh dhe mendoj që ajo çka është duke ndodhur në ato vis është një lloj kalimi prej një ekstremit në një ekstrem tjetër. Në formë ata i kanë imponu njerëzit në diçka e cila nuk ka pas nevojë mu imponu. Për shembull, është në rregull, na mundu na e dim në aspektin fetar, mbulesa është obligative për femrën muslimane, moshërritën është obligative. Mirë po, ne nuk themi që ajo e cila nuk e ka mbulesë nuk është muslimane. Edhe nuk e detyron dikan Islami që patjetër e duhet më mbulu jashta dëshirës të vet. Mirë po, edhe tash jo në emër të lirisë, edhe në emër të drejtës personale, unë kam drejt me bo çka du me trupin tim. Jo, janë disa gjana etike cila duhet mu përmbajt. Mendoj që nuk ka kur gjë të keqe që femrat me shku në deti, nuk ka kur gjë të keqe që ato me shku në pushime, me kalu pushime në Bregdet, mirë po normal me disa rregulla etike cilat i përcakton feja ose cila nuk guxojna me dal prej tyre. Ndërsa unë mendoj një aspekt ajo çka po ndodh e mirë ose çka është këto duhet me pa edhe prej aspektit pozitiv. Për shembull shumë prej njerëzve tek ne kanë një bot kuptim për shembull për Arabt janë prapambetur, vendet arabe janë prapambetur, shumë për njerëzve kur shkoj për shembull qoftë në Dubai, qoftë ata mahniten prej luksit ose prej investime, infrastruktura, ato që kanë ndodhur. Mirë po, njeriu duhet me mbajt balancin mes investimit, mes rregullimit jetës, mirë po edhe mes jetës shpirtërore, mes asaj çka kërkon Zoti. Zoti kërkon që ti me qenë besimtar dhe kjo nuk bie ndesh që njeriu mund të me qenë edhe modernist edhe me qenë besimtar, edhe me qenë evropian, edhe me qenë besimtar, edhe me qenë kosovar i mirë, edhe besimtar i mirë. Mirë po, duhet me luftu, tash fatkeqësisht na kena një lloj tendencë, është një lloj tendencë me ik prej anës, ose sikur me thonë në aspektin islam, Zoti është epiqendra, Zoti është në qendër. Edhe nëse Zoti është në qendër, ai është krijuesi jon. Ai ka kriju gjithçka rreth neje dhe rreth nesh. Edhe nëse ai është krijuesi jon, ai ka drejt edhe me përcaktuar rregullat për neve. Tash çka njeriu modern, çka ka bë? Njeriu modern e ka largu Zotin prej qendrës, e ka vendosur egon e vet në qendër dhe tash gjithçka po ban për me përmbush egon e vet. Edhe kjo është, mendoj që është e damshme për njeriu. Në të kundërtën, Islami e nxit shkencën, e nxit zhvillimin, e nxit në kohën kur muslimanët kanë qenë në kulmin e fuqisë vet, kanë lulëzuar gjitha shkencat. Në mesin e tyre ka lulëzuar edhe shkenca e mjekësisë cilën jo studioni, ka lulëzuar, na kena Avicenën, kena shumë prej shkencëtarëve që llogaritet baba i mjekësisë moderne. Kështu që Islami nuk bjen ndesh, do të Islami reformohet me kohën, mi për ju parimet edhe bazat fetare. Ka në bazë.